Partia që nuk ka arrit me fitu shumicën absolute, pretendon që ka fitu shumicën absolute dhe mendoj që i ka marrë peng institucionet e Kosovës. Ju e dini që kryeministri dhe ministrat janë në qeveri në mënyrë të kundërligjshme, dhe tash duan që në mënyrë të kundërligjshme dhe kundërkushtetuese me mbajt peng edhe kuvendin e Kosovës. Kjo është një situatë komplet absurde, ku partia që ka dalë para në zgjedhje ka vendosur që të jap prioritet një emri të përveçshëm, Albolena Axhiut, karshi institucioneve dhe interesave qytetarëve të Kosovës. Në kushtetut ky koncept i qartë, thuhet kryetari i kuvendit zgjidhet. Nuk thuhet emërohet, thuhet për ministrat. Pra, kemi të bëjmë me konceptin e emërimit dhe zgjedhjes. Me pas qenë e përcaktuar që kryetari i kuvendit me automatizëm është i partisë fituese, në kushtetut ki shkruajt që shkruan për ministrat, emërohet kryetari i kuvend nga partia fituese. Po thuhet zgjidhet, për sa kohë thuhet zgjidhet, nën kupton që do të më marr votat edhe të tjerëve. Ne nuk votojmë nën diktat.